Muaji i festave ka ardhur me një atmosferë gëzimi, por edhe me çmime të rritura për konsumatorët shqiptar. Sipas të dhënave të fundit nga Instat, inflacioni i muajit nëntor ka shënuar një rritje prej 2.1%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke sinjalizuar një tjetër fundvit të shtrenjtë për familjet. Rritja më e madhe është ndjer tek qirat, energjia, lëndët djegëse dhe produkte ushqimore, veçanërisht frutat, perimet dhe pijet. Ekspertët e ekonomisë e quajnë këtë një presion të qëndrueshëm për buxhetet familjare, sidomos në muajin dhjetor kur shpenzimet janë të larta për shkak të festave. Sipas qytetarëve, në tregjet e lushnjës, çmimet kanë filluar të lëvizin ndjeshëm, festat janë kthyer në mundësi për tregtarët që të rrisin çmimet. Gjithçka është më e shtrenjtë, nga mishi dhe deri tek frutat, ndërkohë edhe baret, restorantet dhe mobilet shtëpiake kanë kontribuar në këtë rritje të çmimeve. Sipas Bankës së Shqipërisë, inflacioni pritet të stabilizohet brenda objektivit prej 3% deri në vitin 2026, por për momentin, familjet duhet të përballen me një dhjetor ku shporta e festave ka një faturë më të kripur. Festat po afrojnë, por bashkë me dritat dhe zbukurimet, qytetarët përballen me një realitet të shtrenjtë ekonomik.